Përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me mësimin e flesh informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit dhe të forcave të operacionale janë përplasur mbrëmjen e dieshme nga njerëz të ish kryebashkiakut Mallakastrës Agron Kaplanaj. Report TV ka mësuar se 3 persona janë vënë në pranga, mes të cilëve 2 niprit e Kaplanajt. Një kërkesë e kryebashkiakut Tiranës Erion Veli për rivlerësim të masës së sigurisë do të shqyrtohet sot nga gjyqtari i posaçëm i hetimit paraprak Erion Bani. Veli e kërkon lirinë pas 2 muajsh para burgimit në Durrës. Pas gati 6 muaj zvarritjesh me makinacione nga më të ndryshmet, u shtye dhe dje seanca paraprake për aferën Partizani me Berishën që është marrë pandehur për korrupsion. Jo të sëmur me raporte nga pala mbrojtëse, por avokati dje zgjodhi klumbin e artë dhe prokuroria dhe gjyqtarja e pritën deri në 1 orë, por nuk erdhi. Sali Berisha ishte një prej 2 kandidatëve kryesorë që të bëhej ministër shëndetësie i regjimit komunist Enver Hoxhës në vitin 1985. Një dokument i publikuar dje vërteton faktin se sa i besueshëm ishte Berisha për sistemin komunist. Rusia nuk është një vend demokratik dhe Putin është një diktator, por unë nuk kam frikë nga kërcënimet e tyre. Kështu shprehur Kaja Kallas, përfaqësuesi i lartë për politikë jashtë me Bashkimin Evropian, gjep një interviste duke përgjigjur sulmeve të Kremlinit kundër saj. Humbë jetën një futbollist i klubit Dajtit, Bledar Hajdari, ngjarja në ndeshjen amatore të futbollit që organizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit. Megjithëse mes frikës dhe dritërimave, Paris Saint-Germain dhe Barcelona janë 2 ekipet e para gjysmëfinaliste të Champions League. Mbrëmë Aston Villa e mundi PSG-n 3-2 dhe Dortmundi mundi 3-1 Barcelonën, por fal rezultatit të përgjithshëm PSG e Barça kalojnë më tej.